Nuk ne marrim vendime brenda kuvendit, e gjykata kushtetuese ta kthen thotë në bazë të praktikave duhet më marrë çdo vendimin. Edhe këta në bazë të praktikave që i kanë si parti politike, vendimet merren kur këta kërkojnë me përfitu diçka për vete. E na si lëvizje vetëvendosje nuk jemi të gatshëm, na si lëvizje vetëvendosje, jo se na kemi qenë të hapun. Ne kemi ofruar bashkëpunim, edhe nismës, edhe LDK-s, kemi ofruar bashkëpunim, kemi thonë ulemi, diskutojmë për dikasteret e qeverisë, pra për ministrit, po jo për përfitime tjera personale që shkam përfitu në të kalumen. Në të kalumen është kriju qeveria me qëto partije të egzistuse, kur i kanë do terminalit, i kanë do pasurit e shtetit të një ani tjetre. Na le kemi këso logjike në këto parti politike. Lëvizja vetëvendosje nuk është e ngatshme me ndo pasurit shtetit të pronar të partive politike veç për me kriju qeverin. As kushtua ka kërkuar ato? Po jo, mëre, për që ata nuk dojmë ullë me lëvizjen vetëvendosje. Jo, për që ata nuk dojmë ullë me lëvizjen vetëvendosje, nuk po e paragjykojmë. Na kjo është praktik që këta e kanë zbatu edhe në të kalumen. Këta kur të ullën me njani kjetri me bom marrëveshje, unë të garantoj ty këto që LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, nëse se dhani po me marrë listën sërbe, për shkak se ne kemi shku në zgjedhjet e reja edhe në pranverë të vitit që vjen. Në momentin kur kanë me ullë me formu qeveri, me diskutu për me formu qeverin, kanë me ndo poste, kanë me ndo terminale, nuk kanë me ndo ministri. Pra kanë me ndo, kanë me thonë që kjo mu më takën. Përfitimet e që ti terminali më takojnë mu. Përfitimet e që si soja, ta shëm funksionojnë. Ta shëm publike këto. Po jo, mëre këto funksionojnë. Kush e menaxhon sot terminale do kanë? Po, tani disona kemi arrit një këty. Disa kemi arrit një këty. Kështu që kemi akoma shtete shtetërore që duhet më këthy në kontrolin e shtetit Kosovës. Kështu që akoma kemi punë për me dojtë për kësaj mendësie që e kanë bjellë për sa vite këto parti politike. Prandaj lëvizja vetëvendosje ose dënë me ullë, edhe me diskutu në mënyrë të hapun, edhe me kuptu edhe populli se çka po i ofrojmë se cilit, pra po postet ministrore ndajmë, postet qeveritare ndahen edhe mund të ndahen në bazë të përqindjes votave që kanë secila parti. Mirë, po nuk mund të ndahen postet qeveritare me ato që hajde formoje qeverin, po unë po t'jep ty edhe profit prej një aseti shtetëror. Që shto kam funksionu në të kalumen. A që shto po dojmë me vazhdu me funksionu. Prandaj nuk dojmë me bashkëpunu me lëvizjen vetëvendosje. Po hajde e cila është arsyeja pse nuk dojmë me bashkëpunu me lëvizjen vetëvendosje? Sepse keni këtë qeverisë tonë ata. Kemi këtë qeverisë? Qa kemi këtë qeverisë? Sot ju keni këtë qeverisë. Qka për shambull? Po, që për shambull... E kemi prish marrëdhënie me ndërkombëtar. Edhe hajde ta dëshmojmë ato? Teorive. Po, se ekziston ajo është veç në kokën e ty. Tjetra është inflacion. Pra, çfarë inflacione? Vendi vetëm në rajon, që në një situatë ku është përballë me disa kriza të një pasnjëshme, ka pas rritje buxhetore, ka pas rritje ekonomike. Ku është kjo qeverisje kjo? Nga ku? Nga dogan. Qysh nga ku? Nga cilat do që ka siguru shteti i Kosovës? Tani ka shtetet cilat kanë pësur rënje ekonomike. Shteti i Kosovës ka rritje ekonomike. E kemi menaxhu se cilën kriz e cila është paraqit. Pra ne me një farë mënyre kemi qeverisë aq mirë në kohën kur kemi qeverisë. Jemi ballafaqu me pandemin COVID-19, jemi ballafaqu me lloje tjera të pandemive që vishin rang, jemi ballafaqu me krizën energjetike, jemi ballafaqu me krizën e luftës në Ukrainë dhe me rritjen e çmimeve. Është trafishuar çmimi, pra. Merite kujt është. Tani ka qenë krizë. Dëgjom, ka qenë krizë. Pasi kompani Noa aty të lidhur me Tani mund të përmendesh me cilat personalitete. Me cilat? Prej zyrës kremlizët e poshtë. Po hajde ta thuj me emra. Prej zyrës kremlizët e poshtë. Thuj me emra me cilat personalitete. Sepse është lehtë veç me etiketu. Ka qenë publike. Po një përsëritje. Ajo është një kompani, Noa, një kompani shefi stafit. Shefi stafit nuk është me Noan. Ka qenë me këtë kompanin tjetër, që vlau i saj, vlau i ti. Ta shikjo është edhe, na po sjellë me... Nuk kemi fakte që është ke qeverisë. Nuk kemi fakte. Sëtë raporti e World Justice na ka shpall që kemi avancu jashtëzakonisht shumë në fushën e drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit. Po të kush e ka bërë prokuria speciale, apo jo? Urna? A ka bërë këtë luftë prokuria speciale, kundër korrupsionit, kundër krimit, a ka bërë? Për ligjet edhe politika që ka ndërmarrë